është vetëm për të rritur. Përmes meditimit i aftë ta lexosh ama se çfarë ke bërë në jetët e kaluara, kaq që e arritshme është? Kaq që arritshme është, po ti kalon 6 orë, 7 orë në meditim. 6 orë, 7 orë meditimi, shiro. Meditim me gjumin. Gjashor, s'po blem ne u. E da, hajmë. Gjashor. Shtriesh djetar. Vetëm kur qohesh pasi ke vënë alarmin e nisesh për punë. Po, ai ka qenë për të bërë pornografi. Ishte një seks i dhushëm. Ishte i pa pranueshëm për dy organizata. S'ka. Kjo është 60 vjeç kjo. Mirë dhe me muzika sot si kur të i sjellin motrën që i ka 60 vjet pa e pa. Tani një ish deputet ka. A bën origji e më thet tash. Ky që keni përballë ka pas oferta. Nuk e di, në jetë duhet të është komediet. Po shto të ende ne është mbledhje bordi, ju themi ne, për familjen. Ashtu? Yes. Nuk e. Yes. Thonë që ky podcast u ka sjell shikimin të verbërve që e kanë dëgjuar. Ka ngritur në këmbë njerëz të paralizuar, ka çpuar vrimën e paçpuar, ka shëruar të smurin, ka zbutur gurin, ka rivirgjëruar të zhvirgjëruarën, ka sjell në jetë të harruarën. Nëse kështu thon vërdall, po që njeriu kur e kthen një got, nuk di çfarë thot. Kujdes, kjo krijon varësi. Nëse çeshme zënë rrugë thuaj se. Ala Lucifer, ku je mër bab? Që ke bo më përveç më, si keni mër? Je mër si ke kënë mër? Si keni barkalu? Si ke më njëshat mirën, njëshat mirët keq A në hap gjenjalin kur ke barkalu, apo e po si Stenaldo? I pa Stenaldo në të mëme, frikshë. Të veshve plakë. Po nuk shef a i plakë, nuk shef. I tite për shumë dhe ka që nuk shef, i futë Rogertit në bëth. Ka të shumë s'pa lidhe. I futë mrena, aton si... Ja futi ke brima bëth Rogertit. Jo, nuk është si që është vesh e futi i rikë, dhe aton se s'u e për që. Por i futë mrena komplet, tipit për futesh dhe ke i derë. Po. Dhe hyri aty dhe tha, të dhe marrë rëfimit jo? Ka. Edhe hoqë që mikrofon, se aty kërë futën, heq një të mirë. Shka bane mërkoku për mu? Qa bodja, si ke qenë? Mirë? Kemi shumë ko pa folë, njerëzit nuk e din sa ko kena pa folë. Njerëzit nuk e din, po. Nejse, e fillim këtë podcast me disa njerëz të mrekullueshëm që ftojnë në për portale televizionë shqiptare. Që ka nomër? Tu në këtë tokë 23.000 herë. 23.000 herë. Dhe jam që në fillim të krijesës të tokës. Kjo gruaja thotë që pretendon që ka ardhur në tokë 23.000 herë, plak. Ka ardhur. Ka qenë që në fillimin e krijimit të tokës, plak. Ka pas abone, besoj, apo jo? Po. Maron një cikël fillon prapë 23.000 herë. Se Robi e ka një abone, tipit sa e ke abone në mujore, e ka 20.000 vjeçare. Po si e pas ka mati, si e pas ka mati 21.000 herë e 998. E kam 30.000 vjeçare. 1764. Se du me bo, edhe se ka matë, po e thotë që një me afërsi. Po. E mund ketë tipit dyfishin e asaj, po hajq ma men. Po, e drejtë. Hajq ma men, Kam lidhje me kanalin dhe mundet për shembull dhe në moment kur lidhe me personë nuk është shumë e vështirë, kjo për shembull ndryshe nga kontrata që do shumë kohë, këtë për shembull mund të Çfarë këto terma? Ndryshe nga kontrata që do shumë kohë, kanalin e kuptova. Hyre ke kanali, ke gypi. Po, te gypi. Ose siç si më përdhosesh komplet atë bukurinë e fjalës e vrim Blago. Nga shkur i thua gop. Gop, po. Duke si për e shan direkt kështu. Aty ke gop. Jo, ke gypi. Po jo, më bëjë ke gopi. Po, në gop.
Në Se kopë, është si në kopë. tip, është sikur bën gole, po ja bën golin, po e bën golin kështu plak. Ke parasysh topi futet në rrjet dhe e gjuan fort, gyp, kështu, gol, gyp, gol. Po sikur po sikur krijonin çik me buzë çik bas, gop. Ja. Po pra. Se dëgjoj. Jo. Po kanali, po. ta gjejnë një seancë private dhe mund të të them dhe çfarë ke qenë, çfarë pikërisht dhe jo vetëm, mund ta shikosh edhe ti jetën e mëparshme dhe akoma dhe karmën që të sjell këtu, mund të çojë me hipnozë që të shikosh vërtet çfarë ke qenë, si e sjell dhe të vish të jetë dhe mund të bësh dhe mbylljen e karmës në këtë momente. Ke qenë gjithmonë në formë. E vëllon? Kishin gjithmonë, si të thotë, kishin gjithmonë në formë, se çepi. Njerëzore në jetët e kaluara apo shpirti mund të jetë edhe kafshë ose diçka tjetër? Jo, kam qenë edhe kështu në kafsh, kam qenë. S'ka qenë edhe kafsh. Kam qenë. Nuk e se s'kam qenë dhe do jem. Po, ja kam qenë tigër, se janë gjithmonë kafshët më të forta. Tigër, ja kam qenë 29 herë kam qenë luan. Aha. I herë kam qenë ke qenë gjiraf? Kam qenë leone. Se isha linda në Itali. Fati deshte, nuk është desha unë. E kësa emri leone, se qenë isha. Që e leoni il cane fifone, e më thonë. Leoni il cane fifone, që më kujtove. Qa korash. Shumë frikë në të histori të përfeta. Po, shumë të mërshë. Nise. Jo, në njerëzor dhe shpesh herë kam qenë në disa herë kam arritur, siç kemi thënë që ata fëmijë që bëhen abort, vjen shpirti dhe nuk arrin që të që ka bërë dhe aborto. Sodi ma, ka përvu gjitha në këtë tjetër. Ti ka bërë dhe aborto e shkreta. Kush sa herë të kanë bërë aborto? Pse të kanë abortuar po si ishe gocë? Se di, tipi një 10.000 herë, a ishma e mena. Mos ma vinire. Pra një thash 23.000 herë, sa 10.000. Po burë ke qenë? Po kam qenë dhe burë. Sa i kishe karë. Që ma veti. Ata rritë e kajë dërë ke bjusë. Po bra. Që ma veti. Jo, kisha probleme, kisha probleme me ereksionin. Me është të së si pit lula. Jo, kisha probleme me ereksionin. Me zvengora. Me ato. Nuk mundize ereksionin. O më se s'fute lejtë e tare në së. Nise, plakve, ma men atë Europin plakve që ka pas bo vetëm hite të ndaj që se thonë? Hitleri. Kushe? Hitmeni. Jo. Hitleri. Leri. Që këjon Leri. Batuta Hiti gruska. ka vazdo plakve. Thashën, fitoj dhe grua të bo batuta, thashën, qjerë. Nise. Si se keq, a? Se gru më e kupto, si e do të ato. Aq e ka, por aty. Aty e ka patë të maron, bësë. Po, ka pasoni plak i moqë më kines, thuj gru dhe i ke thonë gjitha. Që boni gruja plakë? Që boni? Thot gruja, shko bëj qik pazar, më thot më. Okej, thashëm, më thot më bli... Që ke histori vërtet. Po, për zotë. Futëm, ati janë dhe them, se nuk të shkun do të më përpara, përshem, që ti të shkosh ati s'ka nevoj me neta aty përshem duke pritë, se ti të një në një supermarket dhe po preta një mesazhin mrap, që këta, abe, katë, ndërkohë që mund t'ishin shkujtë të më përpara, një se jam, qërë do të blej, se jam këtu, kastravesa dhe padalgjan, e thashën, edhe unë po prisje plakë, e i thashën, po provokon ti? Jo, i thashën, pse duhet t'i thashën presër që unë të pyes ty, thashën sa kastraveca të padalgjan. Se nuk më tul direkt që më që bli 3 kastraveca, 2 ose i kile padalgjane. Pse nuk Jo, nuk e menova. Prisja unë t'i thosha unë, sa kastraveca? Sa nga njona, sa nga tjetra. Edhe më thamu 2 ose 3. Po pse s'më thu sa do, Po pse thosh? Po 2 apo 3. Po fare sa të ndoja, sa të ndoja do, ma jo që më video. Duke që buri që s'ka edhe kuzhinës. Se di fare. Nese, po dhe ti e po si mërhum. Me e burë, keve dhe jark me kastaveta, qoja aty, na. E thoi, që i du me kastaveta? Po që i du me këto më idiot që blenë vetëm gjona kop me jetë poshtë. Unë e mora këtë arkën me do një leksion. Këtë ti që do klejtën. Nese, pritani, që kena këtu? Kena kredi, ve fol fare klarë. Që kënu? Jo, pritë kemi
Një gocë flago që flet për kemi më në mashë si fillim. Çfarë më në mashë? Janë 4 pyetje që jap çifteve, që të them, shko merre gruan, gjej ditë, te telefonin 1 orë, po lëre takimin, domethënë ti jetë kështu si ne do të dalim në date. Unë për shumë Pra le telefonin dhe do dash në date me gruan. Shkruaj një letër. Po. Shkruaj një letër grus. Ami kemi një rregull, ne çdo të enjte takohemi dhe nuk ka Me Amin ka i rregull, dhe çdo të enjte takohen të dy. Bëjnë shu role playing, specifikisht. Shkon si si Sandokan. po e gjem dhe kemi të planifikuar, e enjte është dita jon dhe duhet të rrim pak në 2 orë, ose drek, ose darkë, ose kafe, ose I don't know, ecje, po çdo të enjte ne është mbledhje bordi, e themi ne, për familje. Ashtu ë? Yes, Nuk e Yes. Yes. Ky. Patjetër, me yes, nuk diskutohet. Yes. Nice. Aha. Nuk e shkel. Nuk e shkel. Nëse jemi jashtë kështu e shtym në një nga ditët që jemi brenda, po gjithmonë bëhet. E entja është e çiftit. Dhe them, ka shumë njerëz që kanë shumë kohë pa e taku gruan, po unë rri për ditë me gruan. Domethënë për ditë. Po për ditë, po kjo është është me intention, me qëllim. Po. Me qëllim që Me intention e qëllime bëri të shqiponin plajtë në fali tha shqive. Me intention, me pasën dhe mundësit, se pasën ku me lënë kalamajtë, temi drejtë. Po, drejt, shurë. Se të shqe, njësë. Unë vendos që do flas me gruan time pa celular, dhe jemi në vend pa biles pa. Se përmen këtë e shpesh pa celular. Pa celular, që Po, ngoj. Ngoj. Okay. Kamariera pa në një vend të qetë dhe janë 4 pyetje. Për të cilat Po ka 4 pyetje, pritje. 4 pyetje ja bën grup. Secili përgjigjet një fjalë. Nuk ka debate. Secili përgjigjet një fjalë nga këto 4 pyetje. Strikën gjë. Përgjigju me po se jo. Po, nuk ka shumë gjatë, 4 pyetje marrin drejt. Përgjigju me po se jo. Mbledhje E kuqe apo e zez? Po ti më thënë po se jo, por pse? Përgjigje vetëm një fjalë thash. E kuqe e zez, jeshile. E kuqe jeshile, bardhë jeshile. Po, drejt. Pat nuk ka diskutim, ka vetëm 4 pyetje dhe ka 4 përgjigje. 4 nga njëri, 4 nga tjetri. Po. Që kanë 8 la, falë. Që kanë 8. Tatimi që ti bojnë sot në dark. I haga i orë 8 pyetje, i orë. 2 orë tha ai. Se shpash me gon, 2 orë. Po. Ja parash, çfarë do ti që unë të bëj më shumë? Eksakt. Do gritaj tu. Gritash dhe gritash bërë palaço farë. Se më grita dhe ke gulbeta në fush. Çfarë do ti të je të grus takoni të endë, si kalove mirë me çapo mirë, nga ke qenë në shtëpi. Jemi vetëm tu pa kamarierë pa telefon, po të gjitha i kena skasi që nuk përgjon njëri dot. Jo, okay. Prandaj nuk duhet telefon plas se mund të përgjosh e tash karën me burrin, ose me gruan. Dhe hiqen telefonin. Jo, heqim. Pyetja e parë është, na bën në kamerën e gjë. Çfarë do ti që unë të bëj më shumë? Ti çfarë do të bëj më shumë? Përgjigju me po se jo, plak. Ai tha me një fjalë të përgjigjesh. Po, do ti kështu kaq. S'përgjigjem me një fjalë, po do ta them përgjigjen më, okay, tha Ermali më thuaj. Duqe do të qish më fort. Aty më shohën plaka të plesë dhe mund të bëjnë divorcone, do të direkt. Aq i merret burrëria, burret prehër. Po s'diami është e drejtë. O flago me vërtet, po shifje gjë online. Imagjino flago ti që je dukesh, ke njofti gotë si nuk je martuar, se ke njoh gruan tënde akoma. Je thjesht duke bërë seks me një femër flago, që ke gjetur, e kupton, në plazh. Ke qenë ndërmi, ke gjeti femër në rrugë aty në plazh, përfundoni të dy në kravat, ndërkohë që duke bërë seks klasi edhe i eksitu kështu, e kupton, je me, Po. e thotë e kujdesh ky pjedhi. Edhe ajo flago që dhe e flago i filloj qarë, thot, nuk duhe folë për atë tani, thot. Po pse që në Nuk duhe folë për atë, pra se ti e fyte, i kujtesh ky pjedhi, thot, nuk duhe folë për atë timi që i përket ky pjedhi, thot. E që i kupto, e nesë, se mërë dhe unes, e zeqë. Ti flago që pret vetëm një përgjigje, i joti, që ti është mesi eksitivi, dhe ti që i përpyte, kujtesh ky pjedhi, ha? Edhe e thot, se s'do më folë për atë tipin të Po ke dhe skenarin tjetër kur qëllon ajo personi për shembull është shekaxhie si puna jote. Është karagjoze. E ti plagosisht që i aty dhe thua, i kush ky pilli, edhe pjesa ato.
E plak qesh me vetët se është si puna ime, për shumë që qesh vetën time më shumë se me vetën time. E i kanë më, ha? Ta prishet të momentin apo e që më fort? Si nga i nata, të regojnë pjena sa tonë, Se di plaga. Po, nuk e di pse të eksiton ke shumë plaga. Më kënaqë më rom, ka. Po pra, më thej që ta më tregoj pjena sa tonë. Se më thej do të tregojnë pjena sa tonë. Do të e për më tregoj që? Se më njeri fiksim. Pizën e Saddam edhe pizën e Hussein. Pizën e Saddam Hussein. Saddam Hussein. Nejtë. Na. Apro, kush është shpite nëmër 2 se e parë në përgjigje? No, s'kishe ka që i marona të pizë. A gjithë? Nuk i dhe që. Nuk i dhe, të marrin gjithë të. Thot në lidhje me obligimin e prindit me fëmijën, dhe ana sjellës, sepse kam dëgjuar një fëmijë që i thoshte prindit, nuk e kam për obligim me u kujdes për ju sepse më keni lindur pa më pyetur. Jetojmë në një botë çuditshme dhe edhe këtë do ta dëgjojshim. Megjithëse na merrte mendja kur se mund ta dëgjojshim, po edhe këtë e kemi dëgjuar. Faktikisht e kam parë që diku në një shtet perëndimor fëmia i ka hedhur prindërit e tij në gjyq se e kanë lindur pa vullnetin dhe pa dëshirën e tij. E ka parë ky një vend perëndimor. Po lexon ai, do të thënë ta ditave që e ndjekin. Si vogël, kam parë. Po unë kam parë që një në vend musliman, joni qitë gosën e tezës. E kishte marrë për grua. Edhe atë e ka pa. E kam parë. Ka pa. E pra. Po. Ka pa gosën e për tezës? për çfarë kemi dëgjuar për tezës. Ti çes po dëgjosh aty ke ishulli Einsteinit, non. Des ai kishte shkupuar plagu. Se ai plagu kishte shumë epsh. Pra i thoshin epsh. Epstein. Do plagu. Edhe një ditë larga i policisë si puna jote, kështu e kapi u. E ka policë. Duhet mos apo ky pas ka shumë epsh. Po. I ta kontrollu shtëpinë plagu. Ke epshti? I thaj ke epshti? Po epshti i thaj. Po ka me Epstein. Jo zin të shive plagu. Ishte anglez. Epshti? Ke epsh do? Epstein i thaj. Jo, okay. A ishin të kalamajt aty plago, se që s'flishin kalamajt të shket, se që kishin përgujt edhe... I dha Jeffrey Epstein. Shef që Epstein? I tha kë, shef që Epstein? Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, shef që Epstein. Epstein. Pranga plaga policia, vërtoj për herë që ishte Jeffrey Epstein. Sa që trisin të shi policia. Ishte i pra... Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Po, Jeffrey Epstein. Po, kur kishin marrë atë, plago, ta mbrama, nga që kalamajt ishin ai të vejtë, sa që nuk rënkonin do. Si kishë dalë edhe kohë, atë gjë nga goja. Edhe i dublon të ta mbrama. Me gjino që apelo, që kishin marrë i dublos. E këpëta, një duke të mlago, të lutë që duke bërë, edhe ta mbrama. Më qi fort. Po. Qi fort Jeffrey. Mos dëgjoj që për gjenë veshët, Jeffrey. Ti është duke të qish fort. Jeffrey ishte të... A që e pëshkiste, sa që mund qishte edhe të blusin për në momenti. Po t'jep të trunë. Jeffrey Epstein, më qi fort. Jeffrey Epstein. Nejse. Jeffrey Epstein. Që ndodhë në të ishu, ngellet në të ishu. Ti që ke Jeffrey Epstein? Jo, jam Jeffrey Epstein. Jam Jeffrey. Po kjo kështë është Bill Clinton. Që më bëdhi. Njësë. Po kjo kështë të mbra. Dë blues. Nuk ka lidhë. Kjo të mbra. Nuk ka lidhë. Po. E ke marrë për të biznesmenat shqiptarë. Në bëgjet pa të sollin. Ke marrë tanë bravat? Pisi tanë bravën. Tanë bravat i ka marrë.
do ndrote bravat ke ishulli ai, si të se një nga këto fëmijë tërë kishte vjet një çelës. Do ndrote bravat. Po do se tregonte. Se fëmijë më ke pasur si më shpjegu. I ke marrë tan brava? I ka marrë tan brava. Po, tan brava i ka marrë. Po ku i ke pra se s'po shoh gjë. I ke tan brava. Tan brava ti ka marrë. Më knaqe. Ti refleks ke puna vjetër, bla. Çfarë ti bësh? Jeffrey më knaqe. Si puna saj Go Gadget. Jeffrey më knaqe në Umbrella. Se ke video tjera apo hoxha vazhdon? Për arsye neve si prindër kemi shumë detyrime ndaj fëmijëve tanë. Dhe detyrimi më i rëndësishëm që ne kemi ndaj fëmijëve tanë është ti orientojmë tek besimi në Zot. Ka një pjesë. Nëse skalon atë. Është vërtet se kush e thot 10 herë në ditë surën El Ikhlas do të ndërtohet një shtëpi në xhenet pra kuluvallahun, po e vërtet. Bravo. Po kjo është real estate apo kjo nga toka. A është vërtet që po kam provu e kam shiu, ke shpinë xhenet po do të kërcon. A është vërtet? Po, është vërtet normal. Kjo është vërtet, nuk lum. Po mirë, nëse ti plago e thuket surën disa herë nga 10 herë 100 herë. 10 herë. Ka 10 shtëpi tani. Dhe çfarë bën me këto 10 shtëpi xhenet? Je me qira, ka Airbnb, çfarë ndodh? Se di si është marketi aty pra. Se di, nuk e di. Se di. Sa kanë shku metri katror? Se di, asko se di. Po shumë gjona s'di, më përvetë? Po, sa gjona e di me siguri, për shumë që është sigur që shpina ke atje? Se sa metra, sa kështu është punë për tjetër kënd, pëse. Tjetër kënd. Po tjetër për shumë që nuk kanë shtëpi kurin. Po them, ku flen. Ato prejtë rrugës të botë. Nga ta të rrugës. Në me thonë nemi nga ta të rrugës. Po se ato plakë që flenë në rrugë dhe shohin këtë me shtëpi. Fillojnë të xhelozojnë, a kanë një lloj si mlefa. Po nuk e di ti. Nëse një nga profesorët plakë që shkon ke ato të Armani Mamaqit, që është pjesë e programit të Armani Mamaqit, e kanë ftuar këtu disa. Jetoj për 25 herë këtu. Shpirti im ka jetuar 25 trupa tani. Ky është 25, Lavo. Ajo ishte 23.000 herë. Ky është 25 herë ka jetuar. Po më besosh më 25. Po normal, po ky është profesionist do. Nuk ishte çmendë se ajo, por ky është profesor, di se çmë. Ky është po valla, normal, po ky është serioz. Ke cila nga ato herët ishte ai hoxha që ta bëni si themon po jo si bëjon? Jo, në këtë. Te kjo 25-ta. Edhe hoxha mu më la trauma. Unë vazhdoj të shkoj në xhami, e dua fen, dhe unë e dua Zotin. Ai hoxhas kam hangër shumë dajak. Ka qenë një nga trauma që e kam shëruar. Dhe jeta e 25? Po. E juaja. Këtë ju e keni parë përmes meditimit. Në meditim do të thotë të qetësosh mendjen në një nivel absolut të saj. Të qetësosh mendjen në një nivel absolut të saj është meditim. Edhe unë kam qetësuar mendjen me meditim. Ky ku ka kalamon shpiku. Si bën do apo? Mund meditosh plako me fëmijë në shtëpi për shembull kot, për mohabet. Mund të se këto grot për shembull do ikësh 7 ditë 7 net, jam ke kjo kodra më e lehtë. 7 kodra 7 male. Po, 7 kodra 7 brigje, edhe pastaj ti do takoj të plagun, ja thot. Zhvishe komplet e vrihë. Se kështë fillojnë të plagun, edhe bëj një dush me ujë ftohtë. Po. Nëse përmes meditimit i afta lexosh ama se çfarë ke bërë në jetën e kaluara, ka që arritshme është? Ka që arritshme është, po ti kalon 6 orë, 7 orë në meditim. 6 orë, 7 orë meditimi, shiro. Meditim me gjumin. Qashër, s'po plem ne u. E isa, hajmë. Shtriesh djetarë. Vetëm kur qohesh pasi ke vënë alarmin e nisesh për punë, por. Nga meditimi. Ky që harop fillon meditimi, shtriesh 10 darkës. Çfarë thash, shtriesh po? Jo shtriesh, futesh meditimi. Futesh meditimi, bravo. Edhe pasi qohesh për shkak se bën alarmin se nuk ka lëshu meditim. Po kur doli nga meditimi. Shkosh për punë. Haj pa për punë. Pastaj e ditin se me fëmijë meditojnë hormona, e kupton?
Vërtet e kjo. Shumë vërtet. Gjashtë ato dhjesi me papërs. Me ishin papërs. Bella. Ti kalon në një gjendje dhe ti e shikon atë instancën më të lartë. Kanë të mundur të rinë 6 orë dhe 7 orë në meditim. Prandaj është niveli më i jetojnë, punojnë, kanë angazhime familjare. Pas janë amballazhime familjare. Organizime familjare, çfarë thonë? E ka më të rëndësishme të di se sa jetë ke kaluar apo organizime familjare. Ai ka harron fare se edhe plak. Ku ka si gjumi natës. Ska si gjumi natës. Ska si dhe me çikockat gjatë ditimit për shkuar. Ko e keqe. Këto brylat. Kockat. Unë jam elektroni lirë, unë bëj vetëm këtë, jetoj për 25. Unë jam elektroni lirë, unë vetëm këtë bëj, të vetëm meditam. Po mirë që kam rregull. Po ti fol më lale, nëse. Po plaka I ka bëj se 5 jetë bo ka munu. Po ta menosh. E ka thënë boll tani stop. Hoxha plako do na tregoj se si ti mushesh me një burrit që të të lejoj që të vësh perçën. Ti arrazësh mbyll. Fal 5 vakte namaz dhe kam mësuar leximin e Kuranit burri. Bolesën nuk dëshiron që unë ta vendos. Foli burrit, këshilloje. O burri nuk pa bëj edhe për ty, që mos më shofi mondi, pondi, londi, tondi, loli, toli, moli, roli. Pra, përdor logjikën. Pra, përdor logjikën, do të thaj. Ti thot burrit se burri e bravo. S'm shef mondi, pondi, londi. Tondi, loli, toli, moli, roli. Po. Edhe më të rëzit e gjatë. Po goli? Goli, zoli, doli, moli. Goli, toli, gori. Po I boli? Pa tjetë që boli, goni, mori. Po që mori? I gori. Mondi, kush mond? E I da fut me spond? E që fut me spond, po që mondi, që të duhet t'i kush mond e burë. Po shif punë të atë, po shif atje. Dhe jesha, bismillah, po e burë me kam vendos. Ty Zoti ta letësoft, unë e di që ti do të më shofin edhe burrat e huaj, po nuk do të më shofi një tjetër përveç teje. Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleikum, aleikum selam. Fal 5 vakte. Ndahet me burrin, se burri thotë ishim atë. Ishim atë. Burri, e thjesht plako. Pse na shëron bioenergjisti plako. Mali to morit më dha energji tani që po flas jam I lidhur me Mali, thotë çudit bioenergjisti. Okay? Po Mali doli si u ishe single po amerikan. Vitin e kaluar isha në Komor në Alt, kisha ëndër kështu, isha përgatit disa vite, edhe sikur flisja me Malin, e dija edhe çka do të bëja kur të mrija, edhe ishte fascinante, po çka ishte e çuditshme se ata mendonin se unë do të vi të bëjnë ndonjë rituale të lutëm dhe s'kishim parë njeri të meditojnë në majat e teqës atje. Çditshme plavë është se si kanë dalë gjithë spiritualistët shqiptarë, po s'kan qenë vdek shqiptarët për çik kështu hinduizëm, për çik spiritualizëm, për çik kështu, Po shqiptarë rreshin kodë pla, kupton? Chakrat, shanta. Po të dëgjon xhep, thjesht rrenin, gënjenin. Ma më për shkakun tash I kanë konvertuar në lekë. O plako, e kanë planë që kanë gjef, tash I rrein plako, po du me mba me kap në lek, me kap në klienterie. I brezteria. Që ka lidhë me Mali. Interesant. Me Mali në plako ishi lidhë gjatë kohës që po flet tani. Po. Me Mali e tumorit. Ja dhe një nga Real People që kena pas bo dikur me Florgjini. Me Florgjini plako. Ja, dëgjoj sa. Po, ai ka qenë për të bërë pornografi. I të mërshëm. Ai ka qenë nga meshkujt, kujtu, nuk e di, I të mërshëm. Më thënë që janë, se kam njojtur meshkuj, ai ka qenë të mërë. Kur nuk do të thëshë naj, se kur të ishte, mos kishte më mashku kur përtë. Pse? Ishte një seks I dhunshëm. Ishte I pa pranueshëm për dy organizmata. S'ka. Kjo është 60 vjeç kjo. Mirë të plak, muzika son sikur të I sjellë motrën që I ka 60 vjet pa e pa. Dërgo po tregon sa ushtronte ai qanio. Seksi dhunshëm shumë. Po, Mali do të organizmë. Edhe po diste plak grushta, gëp. Çfarë ti bësh? Nuk kanë, duhet të rinë njëre ti shkruaj këto gjëra, ti shkruaj. Po kur nuk është ai, nuk mundem dot që të them vetëm anën time. Hey people, për më shumë video si. Okay.
Për më shumë video si kjo, ka vajino. Po tani një ish deputet plako. Një ish deputet. A bën origji e më the tash. Ky që keni përballë. Ka pas oferta. Plako, nuk e di, në herë duhet të është komentir. Kujtim gjuzi. Ka që në përkje lauti u lara së shbëdhës. Kursi ka pranu se ka pas oferta për orgjie. Po kursi ka pranu se normale se s'merret dash kur vjen orgji. Apo jo? Po se ata i than do ketë dhe kështu orgjida, por nuk e specifikun vetëm femra, kupton? Po pra, jo, nuk e specifikun. Mund të jetë kartore. Po them, Po, drejt. Qëllon. Shko sa kam gruan time. Dua të flej me partneren time, të fejuarën time, të dashurën time. Jo duke i përzi gjonat, me ndru pastaj gjakun. Dhe merr infeksion. Ndru gjakun se merr infeksion. Ka bërë infeksion. Merret vesh të qasë allergjia plako? S'merret vesh. Është si puna 7 byth ishin shtrirë, nuk mbaj mend këtë kam qirë, po normal s'ka faj shkë. Si ato kinder sorpresa. S'merret vesh të qasë allergjia. Infeksionet seksuale ju i dini? Përderisa ka gra të politikanëve që shkojnë ke ginekologu. Se ke ginekologu shkohet, Shkohet ke ginekologu? Po, vetëm prostitutat dhe baxhella shkojnë ke ginekologu, Po. Patjetër që duhet shkojnë gratë, duhet kujdesen. U dash. Po jo të shtohen në rastet e kancerit të me ke kancer kur qike është martes. Shkohe ke kancer si. Prisim për ofertat e orgjive. Orgjive që kishe, por i kishe pal. Ka shtruar rastet e kancerit me qishien e orgjia flak. Kishe shtruar ato ofertat e orgjive. Shtrohen orgjinat dhe kush është orgjina jote nga Afrika? Nga Elbasani. E duket që nga Elbasani. Organet si të andra si dhe gjinekave. Si të andrave, si të gjineka. Si më fare. Po, kjo është e drejtë. Morë vesh plako që një influencer plako është edhe në gjysh nga një hotel për $1 milion, sepse kjo bën dhe kështu postime online plako, dhe kur futet në një hotel thot si mund t'i lash breakët thot, po kur s'ke kushte, kupton se jeni një dhomë hoteli. Çfarë bën kjo, i merr këto breakët dhe i fut në një nga këto ne ke parasysh si janë këto si tip kavanozës plako që zjejnë ujin, e ke parasysh? Edhe ato në fakt këto e në linë në hotel plako që ti të bësh çajin, apo jo? Merr ujin edhe ke një bustin çaj që lën aty. Po kjo fuste breakët aty, dhe kështu ti disinfekton breakët dhe i lan, thënë, nëse do. Po i tregonte njerëzve kjo ndërkohë me video, se influencer. Edhe hoteli tani plako e kap këtë gjë. Si matë do breakët me mut kjo për 2 ditë edhe. Normal. Hoteli tani plako e kap këtë gjë dhe e hedh në gjyq këtë gotën, por kjo tani nuk do vojë një çmim të plako, por që ty të dha një ide, e vëdhën? Tash hoteli plako normalisht ndroi gjitha këto çajnikët. Po, normal se tash nuk shkoj bëj çajin aty plako, pi çajin me idenë që s'ka la njëri bëthën këtu, apo jo. Si fut bretet me mut këtu, them drejtën. Po. Porta është çunat plako këtyre gocave të OnlyFans-it i paguajnë që ti lepin bregat. Kjo po i bote falë se shketa. Qika amatore. Se është profesionist akoma. Është e re aty në trajk. Amatore, lulebore. Amatore. Prije rrobat para se t'i dhurosh. Një tjetër në televizion shqiptar nuk kanë fund njerëzit me ti bëj rrobat ti pres? Priti, thot më para se t'i dhurosh thot. Mbartin energji të akumuluar, që çfarë do të thonë energji të akumuluar? Format e pastrimit është ti lësh në diell. Okej. Në diell dhe për rrobat është që ti presësh, kështu thuhet, paktën që duhet ti presësh përpara se ti përdor. Kështu thuhet, kush thotë ti? Kështu thuhet, për shembull. Kështu thonë, plakat. Plakat. Plakat e këqija apo vjetra apo shtrikat apo jo? Jo, shtrikat, jo, plakat, të lagjes, gjyshet, sërgjyshet. Plakat e mira që gati. Plakat e mira, diskutohet plakat e mira.
është nëse i ka pasur dikush tjetër, ose nëse do t'ja dhurosh dikujt tjetër. Si ti presësh? Ti bësh një bluzë ti presësh një të prerë të vogël diku ku mos të Një të pret vogël, jo se du të pret gjithën. Sa, do me prish. Pak, sa me heq atë. Etiketën mund të shpesh më e pre po etiketën ose etiketën re. Mos e lini etiketën. Ja, mos e leni. Mos e leni. Vjen ai Jeffrey Epsh ndjellsi. Po, Epsh ndjellsi. Ajo që sot fillon me S mbaron me M. Po, mos të kesh më lidhje energjike me të. Do një etiketë në një shumë po. Pra prihet lidhja energjike që me bluzën në plagë, në momentin që ti bën atë prerjen, e kupton? Se dia interesante, kur i mendon sa gjëra që si din fare. Po ne për shembull që e kemi dhuru këto gjëra kështu siç kanë ardhur. Shko me dhe pri. Se nuk është si smak. Hiçi kështu si. Si rrotkari po kjo. Si ta thon. Nuk disha si më ta thon më. Pra, shkolli plagë. Po dhe në që du i bëjmë në tyre, mund të shkoj ti trokas në për dyret të tyre që i kanë bënë në i dhuratë të tyre. Qofse si kanë prej akoma, të priti. Nise, jo. Diçka të vogël. Pastaj kemi, domethënë të gjitha objektet tona mbartin emocionet dhe atë çfarë ndjejmë ne për momentin. Nëse e kemi përdorur. Me çdo plagë ti tani, je një mashkull single plagë. Çfarë energjisë dhe emocionesh mbartin gjërat që bën ajo. Shampo dhe këtë gjën. Facoletat, vazelina. Atë që energjisë mbartin. Po, të tini që e njëse të po mendoja po sigurisht ti mashkull single. Edhe qelloj që njofte këtë online bëre match, po flas në këtë kohë në Tinder. Nuk është ka rëndësi, nuk e njeh. Po, te ik me një për pjellë, do të kesh ndikë këtë. Normal. Edhe qellon kjo, edhe fillon të më radh që plagë i tregon të histori të pralla, kështu. E ti që s'do me ditë fare. Ti çfarë thua po e? Edhe unë besoj në energji, po jo çfarë mund të bësh ti plagë thjesht. Të marrë këtë që do dhe vazhdosh me një. Shumë vërtet. Këto kanë qenë sfida të tjera kopla, që donte një femër, flasim në këndvështrimin ton, këndvështrimin ton, që donte një gotë që sërse ishte mirë nga trotë kokë, po thoya. Po, ai më shihir auto po. E ke drejt, një ket. Po, ashtu është. Po kjo çfarë? Do të morë futuro. Futuro, po. Si ke njëoni këtu plagë pas kemi vite, shoh. Tash, okay. Më bëni. Kjo kapi burin plagë me një grua tjetër, kupton ti? Kishte një burr nga Kurdistani dhe e kapin tradhti dhe kjo e kapi burrin me tjetër, kupton? Tash, okay. Më bëni edhe mua një koktel tash të enjoy me ju. Për momentin mbylla sy tash ta kap një thik tjetër të dy. Në televizion, në fillim thë mbylla sy tash ta kapi thik tjetër të dy. Po pastaj tha, jo s'po i the. Treçegu shqiptari thotë sa bukur e fol aty. Po, ke fol shumë bukur aty dhe vetë përmbajtja jote herë që ke mësuar. Po, ti je grobur, e fillshme. Ke vonë drejtësi. Ti ke bord zamoni, nëse. Jo. Bor. Staj mendova tash, pse të shkojmë burgun për ku kam unë angjëllin tim këtu. Lena. Kishte angjëllin e vet aty vleu. Xhibrili. Xhibrili. Xhibani. Xhibrili. Ashtro. Ula ti tash. Kjo i tha vetes Alktro. E vëdon? Çi tha vetes? Aktro. Do të thënë bëj bëj sikur skanova si gjatë tipi. Po, kishte angjëllin fëmijën e vet aty plagë. Edhe tha pse duhet të më fut në burg kam angjëllin tim këtu tha. Ai tha ti bëj koktel, ndërkohë që i kapi ato të dy aty. E vëdon? I tha se ju ai se donte veten. Ai u çuk shumë më kap telefonin. Unë kapa telefonin i bëra një foto. Edhe në atë moment mora vllain tim tash. Lal, arsyeja që unë pelet të njëri është kjo, tradhtia dhe vllain ngeli. Apo hajt se burra ne te fale tash. Natë në mirë. Arsyeja që unë pelet të burrë është kjo. Dhe foto që kishte vllai ishte një pill plagë këtu më rrafsh të që nga thjesht nga i kar. Fytyra stukeshin. Imagino vllai, s'kuptoj se shoh ato. Pak vital. Atë zëmoj pak se. Ti kam afruar. Prita zoom pa kalushin. Prita zoom pa kalushin. I thot zoom me zoom. Do të pak zoom alushin. Do vjen si zoom plagë. Kush ka alush më? Pilli. Çka ka alush më? Jo ka alush, alush. Zoom ka alush. Zoom ka alush nëse gjë. Boja me dil lindë me dal. Unë nuk e dua këtë, kjo nuk e di. Boja me dil, çfarë do i bëj janë këto boja me dil apo? Si mund të
Të më fut sa gjëra të më fut në fjalor plak edhe. Po, se nuk po kuptoj boja me diell. Boja vajte apo jo? Po, boja vaj 100%. Boja me diell nuk më lidhe me dal. Se vora vesh nëse. Më diell li me diell si me dal. Më David. Kam ka hedh mua, unë jam Terezi. Para meje. Çam ke hedh mua, tha unë jam Terezi, do të jasme ai ishte në efektin diçka. Do të thënë, i saksaj me me prostitutës që po shfrytëzonte, çam ke hedh. Thunë në pije. I sekond. E banako. Lal, arsyeja që unë pelet të njëri është kjo, tradhja dhe vllai Ngeli. Foton. Po hajt se burra ne këtej falje thash, natën e mirë, jam ju telefonin vllai. Boja me dil s'mlinte me dal. Unë nuk e dua këtë, kjo nuk e di çam ka hedh mua, unë jam Terezi. Para meje ju bëni shiko. Ajo vetëm rrinte. I thashim ne tash ti mos fol, se filloi me fol pa sa bukuria nuk është asnjë gjë, ajo ishte ja ka 100 metër. Se ku kishte gjetur nuk e di. Se ku kishte gjetur nuk e di, se duhet po të ishte pirshën dhe justifikote po. Po. A ke 100 metër më okay. Po, s'ke dëgjuar një transit larga. Ajo ishte dy metra dhe ishte super pjedhë. Imagjino. Nuk e dëgjoj një vëlla. Ai ishte i mega pjedhë, po gjithmonë është ajo ishte siç kush më kishte gjetur një fytyrë të shpirt si sot nasa kokaine. Pyethet të shpjellë apo. Pyethe shpirt me të kështu. Po. Okej. Kokë bëni vetë. 18 vjeçë e pa pjekur fare. E pa pjekur por zite nuk ditë nga lidhë komore. 18 vjeç por. Ai lëkura që pjedhi një kështu. Pjedhi një kështu. I njëm kuptimin që ishte lagur shpejt por se tamam si ta pjedhat që s'kan eksperiencë edhe lagur. Eksperiencë po lagën direkt. Ishte bërë edhe krevati në ujë. Thasha vazhdo kot se to. Duke që e pjedhi një. Po pjedhi një me çfarë burri. Të kohë sviste. Ai sviste. Në kohë sviste. Se kishte ul kokën për mënte koktejl, ishte përgjithëruar. Ka ato ingredientet që e ka qef ajo atë. Nëse gjë. Tash më dëgjon. Va pa tash ti mos folse me ty s'kam punë. Ti që je këtu tash ta sjell fyhori. Me ty s'kam punë. Ai filloi me fol një fjalë dhëna asaj. Bam. Ajo filloi me fol një fjalë dhëna asaj, tha bam, ja futi shpull kjo atë. Filloi me fol plagë. Në zut flisë, të thënë drejtën. Unë më gojnë. Do flas. Ja. Që kanë angli kjo më better. Nëse. Në angli? Du me ikun s'mle me ik zotnia. Du me ikun s'mle me ik zotnia. Jep e merr. Hap derën me dal, bim të bë. Me fëmijën e vogël dhe si ku do ikje, ç'a bëre? Jashtë dilja. Unë në atë moment unë vetëm doja të dilja ose po trija brenda të shtëpisja. Nuk ishte vajza vogël. Në karsit me mua. Vajza vogël ishte në karsit me mua. Karsit është makinë, karsit. Nuk është. Karsit ne kishte duhet më në një bidi një. Kishte karsit. Krasit. Çfarë skene, më jeni sa trauma. Po e fort paska që më punesh, më pëlqeu. Me vajzën të. Po më ashtu me vajzë me dorë, po më çoj zoti. Po ndoja ti ku do ditë. Po më çoj zoti një forcë pa pamë. Po. Nëse i them unë dëgjon. Ti rri, unë dua të dal. Jo, nuk del ti e gruaja ime, unë dua të dal se s'ri dot. Nëse bam bum me një ti jap edhe një shplakun ti. Bam. Kjo çohet që kur i hysh. Futi shpull burg dhe. Kjo tjetër ato që pa i futa shpull atit. Gjë? Unë çohet kjo. E në hy po, mos e gjë të dashurin tim, i thamë qapet, janë kuste e Bam, ke që përrisë të dytë, në kokën e vetë, varikare, si që bam njënit e bam tjetër. Ja, kërë gjithë të fortë. I tha jo, që jemi lëgojnë e jo? Jo, jam lëgojnë kjo plakët dëshnërën që ishte 1 metër. I tha, s'ke fajt, i tha se në gjithë dhe kështu, tha pa fuqi, tha jena qigjes në dhe. Ty të lumë si në gjithë e këshu e pas ke koordinu mirë. Shprizove për razit jena qigjes në dhe, pa pushin fare. A i s'mletë me dalë. Ke për të pa nesër ti, kur të flohën. Nesër flasin pa. Me gjithë jo nesër, pas nesër se dhe sot dhe qina si lopë, me që në kape. Po, ka për një orjugen aty nga posh. Orjugen! Se këtë betit gjithë shumë nga posh. Orjugen. Ne erdhe me më gjujt mua, kjo e kapi këtë dhe e tërhoqi. Kjo tash i po i vinte i nati që kjo pëse po mbronte mua, s'po mbronte atë. Thash, dëgjoj, ti ka bërë ato qifet e veta, thash, tyja di si ka e thash.
Si pra të cigaren që pi dhe hella të në fund. Tash si gjë s'ka do policia. Tash herë policia. Jo policia tash shikojmë se kush. Çfarë do thot policia? Çfarë do thot policia? Policia. Çfarë do policia? Policia ka policia dhe punë, me lidhje fare. Policia. Nuk e thirrte fare. Po duke bërë debate ne koishin, unë me ato kopshit kam qenë shumë mirë, thirrin policin, vjen policia. Nëse marrë kaq. Si e ke hallin? Si ke hajmë se keni gjytë sajpë se të ka gjytë ty kjo, ti pse ke gjytë këtë mrena. Jo, më tregoni si është policia kështu, më tregoni nga fillimi fare. Hajde ulin këtu ke kafe, më tregoni tamam si ka filluar mazë. Se kena 2 orë çimësimi se më kalu. E si këtë goca dukesh që kështu si nga tapiza, si njënë nga tapiza. Ti se që se asa ka saj. Ja i rast tjetër, Nis. Çfarë do bësh ti këtë rast tash? Isha në rrugë, isha në Jordan në këtë pjesën e bukur të Ishte në rrugë në Jordan, kjo plako? Në Jordan, ku e bie? Në Jordan. Jordania plako, ani nga Izraeli ani, në vendet e ka. Edhe Amsterdamit ku janë urat edhe kanalet. që pas ka qenë ura Amsterdamit, Jordan. Jordan në Amsterdam. Ishte atë që thalë përpara, atë nga Izraeli që ka pasi që në Amsterdam. Që ka në Jordan dhe Amsterdam, që është si nga Izraeli, për Amsterdam në Izraeli. Që në Amsterdam, plako, nëse. Kalon një djalë i ri shumë bukurosh. Ai ishte djalë. Kalon një djalë i ri shumë bukurosh. Shumë bukurosh. Kërë dhe që. Të meri dhe më kërkon, wow, movie star, ja bëri kështu, edhe i thot... Marvesh? Rego, Ti më shoqi, mund të bëj një foto, tha? Po, më pa tjetër, i thaj. I thash, Len, ma kërkon mua, po, i thash, po se ishte djalë Len, ma kërkon mua, i tha kjo, atë burit tim. A jere kërkoj burit, a mund t'i bëj foto? Ma kërkon mu Len, i tha kjo. Po, ma kërkon mu Len, se kjo është kluf, kjo si është bën to, transferet me avion. Ky vetëm ai do vetëm pagon. Miri, mund të ishte nga 23-24. Tu bëj qefi që ta kërkon. Okej, nuk e konsiderova fare, absolutisht. E do i thashun, po, mori aparatin e ti e bëri gati dhe ja dha tim shoqi. Dhe ai bëri një 2-3 poza se kështu donte dhe në momentin e fundit u tregua shumë i shpejt, më kapi kokën dhe më dha një të puthur në buzë. Ja rregull. Nuk i ka bërë përshtypje fare, po vendos të ndaj në televizion shqiptare se siguri këtë histori ka qenë të veçantë. Para herë përfiturosi kur ti do bëje këtë gjë në televizion dhe gruaja jote po të shef tani. Se si e nisi kjo, ke nisi ta atje ta kalon një djalë shumë i bukur tha. Pra ti thosh që ishe në Amsterdam me gruan. Dhe kalon një gotë shumë e bukur gjithaj. Po, që si kishte vënë re kjo në fillim. Po, fare. Edhe më thot mu, çeke movie star, më thot mu çeke gjithë ky burr. A mund të bëj foto me ty? I thot grus time, unë i them mos i merr le grus, merr mu. E kupton? Çfarë kemë gruan apo? Gruaja zime folës time të gjuh. I jep aparatin grus, gruaja tani bën 2-3 foto të lezetshme. Kjo pastaj në një moment shumë shpejt, se më e mend se ishte shumë e shpejt, saqë më kapi kokën. Më hoqi fandalloni se shumë shpejt, nuk ishte moment shumë shpejt, më hoqi fandalloni. I shpejt të blitz komplet apo si flesh. Po më atë gjë, do të thonë ti vetë si kur është vishte plako, ishte ato brekët, edhe nuk e dallonte njëri fare. Po. Po. Edhe më mori në gojë plako dhe thjesht u largua. Ndodhi s'kem vetëm kamera kapi. Se e shkepi gruaja në një moment. Tash grus ndihem shumë i dhunuar. E vëdhan shumë e bukur, nëse ta gjem. Jo, për shembull unë plako, nëse do ishim atje në lindja mesme, po them. Po unë pra ne thash lindja mesme se mendova ka qenë ne, po pas ka thënë në Amsterdam. Po, s'ke fajti e bur. Po imagjino që dinte kjo femra, ke unë, edhe hap, thoshte ti marr leje grus, gruaja ishte mbuluar normalisht, kishte vetëm sytë dark, edhe unë një tash vesh direkt plako i them që është burr, se ishte gay për shembull. Edhe thjesht nga që ka rolën e grus, po themi, ka i mirë, i ka i vëllu. Normal. Nga që bën punë të grus edhe kemi beshu. Normal, se kena nda punët, jo se është gruja. Jo, ashtu e ka ligji. Sot ka nda ato të le robët, po qëta. Dua të them, ka dhe këtu lloj natyrë më ka ndodhur. Po përplasur. Ngri një lapër nga mua se pjesa e genit shqiptar është brenda, domethënë aty ku janë rënjët. Kështu që e hëngri një lapër. E para që më thyu si femër. E dyta E para e fyu si femër. E dyta burri me aparandor se e dyta e dyta i mori le burrit jo muje. Hëngri i dytë. Si vega le burrit? Çaj më punë burrit, ja, okay.
Burri akoma s'ka dhënë lejen. E dyta. E kupton si është situata në shtëpi? Jo, ky tha. Me që I more leje burrit, I jepja leje burrit dhe ma merr mua. Si? Ai s'e kupton. Jepja atit lejen, aja more lejen, po. Jepja tani. Jepja. Si ti? Se more ashtu jepja. Se di tani, jepja dhe merr këtë time, I tha kjo. Ai futon ke brim. Ti sultani, ti je princi. Ka të ke kështu plan. O princ. O princ. Po burri që bën? I pa bes, dhe e treta, ishte I pa bes. Kjo prizi që da putë me leje, me gjona. A mundem? Jo. Pa ti edhe që mundem, më kërko mu leje e burrit. Mos më që është puna dhe jo. Nese. Isha me partner, sepse na pa që të dy që më kishte edhe... Po mos ishte me partner, dhe ishte më kollaje, përse kishte rritë dhe nësistonte. Po pra të një pla edhe merë me burin gjithë kohës. Po. Në thënë, janë 3 gjëra dhe e rëndësishme e tretë ishte kjo burri, ishte burri I tretë ishte burri. Para ishte herë që nuk ishte I pabesje e dyta. E para herë që fyll si femër, e dyta ishte I pabesje e treta ishte me burrin. Ishte I mirë. Për të qenë. Ishte I gjatë. Ishte I mirë, I gjatë. Plagot shkruar, të bëj qielli me bisht. Gjëma, si Raul Bova. Isha në rrugë, isha një orda në këtë pjesën e Nesër se pas ka kalon. Nëse për vetë se më shkoj me tani plago në këtë moshë jem në të 30-at. Gjithaj në mënyrë shumë çuditshme që ndodhi krejtësisht. Se si ti njohësh një femër në marketë. Më ndodhi para të ditësh. Tash ti them për vetë. Ke njofti femër marketë para të ditësh e do ta thosh tu? Po, do ta them tash këtu. Mes gjithë. Okej, hajde. Ta grejmë se dikta. Futën marketë plago bëj pazar si shtetet ti. Edhe siç të duke ble aty ke koshë që kisha marr. Nga të rejë koshin, plago. Marë koshin një goce, po shumë rësisht. Edhe vazhdo e që rësisht, o leger, nuk kujtja futoti. Rësia është mreti botës. Rësia është mreti botës. Rësia është gruzë, rësia është mreti botës. Për qaj ke fjallë, ta është të kash. Qiva njona ke supermarketit. Ke parkingu, supermarket. Qa bëtë, nese. Edhe vjen kjo plaga dhe më thotë, shkarrota ime. Më qiqi ke pide se më ka marrë karrota. Ja, ose se ta temi shumë. Ima I gjoti, ma pete porë. Temi histori vërteta, burë. Histori në djerë. Që ke la dhe përfa. E nëse, unë që që morë një 2 kastareve që kishe morë. Edhe I futa aty plak, pa kuptu fare, ke karrota kësaj edhe vazhdova. Falë, pas ke fut ke kastraveti dhe jo? Jo, es kuptoj fare. Që unë të të kthesh e kjerë plak, dhe ti që dhe kastravetët. Që kjo është dyfish I situatës. Nuk I thash në fakt që jeshëm ndodh, asë është asë gjë, se kemi menjë. Ika. Ti shkëm vjetë numërat ju, kur shkove për të marrë kastravetet, më falë, më të marrë për kastravetet? Ta hajë dhe kastravetet, mos për kastravetet, mos. Po, ti bëjmë port mretit botës, e ish mret. Po, e ta pret kokë me dashu. Fap! Normal. Edhe shkojmë pak më bon plako, ti bit një gjirën më bon. Edhe shkoj I tërpëruar dhe shikon se të janë mjetë e qeshi kështu, po, dhe unë thash, edhe tërpëruar pak e sikli. Edhe këto pjeshët janë të mjetë, e kështë lëmë pjeshët e jo. Që bëhet kështu. Edhe një të marrë kasta dhe vez, një të për plasë duke pjeshët. Këto pjeshët e mija që I kanë lagur, se në fakt I aty plaku I kështë vënë afer diçka që kështë qenë për fere. Që I kanë lagur këto pjeshët e mija. Që I kanë lagur. Kurse ty kastravetin im të ti, që I kanë mullu me plastik. Që e në klasike, bur. Ka këto, XX-lët. Pas e kalun pa dashi të dy shu karosat paralel, me kjem të skinash. Aty ke zona e këtyre lubrifikantëve. Qa bëhet, si është tjena. Si është tjena. Jo, si që, pas e një moment tjetër plakë ndodhesh rasia prap, që në qoj dhe ke kasa, të dy bashkë, ke kasa, një pasitri. E po kësë shasia plak, të I shqipërëm dhe të rasi këtu? Rasi plak. Këtu e ke bo me dashë e si ti. Rasi të rasi të polici. Rasi janë gjitha, rasi janë për atë, me jo për ti. Për ti janë gjitha ju. Ti që ke maru pasaj për pret ke kasë. Edhe vino në ti du kalo. Ti du kalo, desa vina jo pas e para sajti. Ja mu.
Të pritë aty ke trau, ngri trau plak unë aty. E tha pipi vera ma bëni me dejta tipi të kaloj çik se prap këtu ti çarësia, u kështu. Prap këtu unë sa lezet. Po, ti që djega brava deri në shtëpi, sa deri nga shtëpia dhe ti në makinë. Po ti këtu. Po si ai qira, po ti këtu. Po pse ti çeke këtu? Se më që kam shtëpinë. Unë kisha rrugë. Si e çatosh më për të. Jo, ti shkon ke shtëpia sa plak të pse çka? Ke njëri këtë kjo shtëpia? Është njëra që i fuska, që shiu thotë. Jo, më duket se kam lënë edhe qepët. Jo, dhe jo thotë. Ku ke lënë qepët? Jo, tu je vetëm unë. Ai vjen po ti aty ke. Jo, se edhe unë kisha porosit qepës, edhe unë mora qepës, se do bëj këto qep me. Na çfarë do bësh ti? Ti s'ke për bua si gjosë, edhe kam ti lago për fyti. Sot i kam unë, por sot do gatoj unë. Sot qepët i kam unë. Kush ka një perëndi? Qia mo, kështu plak. Sot rasia deshte merreti botës që. Deshte. Mos më lini me dal vetëm me bë pazar vetëm. Ja jeshi që llova tash në telefon me gjë. Plak, nuk do të më lënë se rasia është aty. Është aty me të sfidu gjithë kohës. Po shiko, çka puna e re plak. E vërre plako që kafshët plako nuk mund të pasojnë ke brezat e tjera një orin plako. E kupton? Për shembull, nëse një kafsh arrin të kuptoj, supozojmë, se si hapet dera. Nuk e transmeton dot ke brezi jashtë, se s'ka mundësi plako, do? Do çdo knowledge, çdo njohuri që ka, për shembull, ku dëgjon, nëse një supozojmë, një në Afrikë, një luan çdo mëngjes plako me anë të muzgut zbulon që këtu vinë ato se këtu e han barin. Kjo është një gjë që fitohet me eksperiencë, po ai këtë nuk e transmeton dot. Ata gjithmonë të zerruar shkëndë. Po, kurse ata fillojnë gjithmonë nga zero, kurse ne njerëzit plako kemi mundësi të transmetojmë njohurinë sepse kemi libra, do të shkruan libra eksperiencë. Por një gjë që ne nuk transmetojmë dot plako është ajo meaning plako, do të kuptimi, e kupton? Për shembull, çka kuptimi do ti japim sens diçka e don. Nuk ja jep dot për shembull ti çfarë vlerë ka demokracia. Ti mund të thosh demokracia. Do të thosh që është edhe shumë personale pas e vendimi që mund të ketë individi tjetër. Po ti nuk e di don si e ka përjetuar ti nuk e di atë. Do ti thjesht di eksperiencë, shumë jam dashuruar plako. Po ti nuk i jep dot kuptim dashurisë plako kur thua jam dashuruar. Si mund të shpjegoj dikujt që jam dashuruar, e kupton? Ose un ndjeva xheloz. Si po ka është e jetuar pse. Po. Po do të ka një aty ngecim dhe ne, do. Kemi dhe ne një moment që nuk e transmetojmë dot. Atë, Do të në një moment që kur të arrim do të kemi një lloj kompjuteri ose diçka që të t'japi të njëjtën ndjenjë, kur tjetri ka thonë diçka për shembull, kur ka shkruajtur autori për shembull, atë veprën e tij për shembull, autori i madh që ka shkruajtur atë Vujtjet e mia, për shembull. Ai vlau do të ndjesh, çka ka menduar ai kur ka shkruajtur atë, e kupton? Ose ai Jevgu që ka bëu atë ai Dostojevgu. Ose që ka bëu atë Dostojevgu. Po, se jo Madonna shqiptare që këndoi atë këngën Zezak, ka lidhje direkt. Po, ai ka shkruar atë tekstin, ti do ta ndjesh plako çfarë ka ndjerë në një farë forme, e kupton? Po kuptimin e gjithçka. Zaku është njëri. Super. Po, këtë podcast do nisim me këtë këngë një herë, se mendova një ditë. Po, jo se do na kapi YouTube-i, fatkeqësisht jemi detyruar të kapi, e mbyllëm vetë. Nuk ka për ta kap, se nuk është rasti e mreti botës këtu ke ne. Këtu ke ne nuk është rasti, ke supermarketi po, jo këtu ke ne. Po. Çfarë bua? Mirë. Unë them që ta mbyllim, faleminderit që na mbështesin në Patreon, sa që na mbështesin në Patreon dhe ta dëgjoni podcastin. Dhe do fakti që na mbështesin në Patreon është gjë shumë e madhe për ne, ne vlerësojmë jashtëzakonisht shumë sepse kjo merr një kohë shumë të madhe nga jeta jon. Kërkon editim, kërkon mendim, kërkon gjithë të gjëra, duket si një gjë e thjeshtë, duket sikur ne çdo javë thjesht bëjmë një podcast, por realisht ne kemi një muaj për shkak që s'bëjmë podcast, por juve një podcast çdo javë nuk ju ka munguar. Nga ana tjetër, nëse keni njerëz që kanë nevojë ta dëgjojnë këtë podcast, mos harroni ta shpërndani, se sa më shumë vetë ta dinë, aq më mirë është, se të duhet vdisje pa e ditur ekzistencën e podcastit. Ose edhe të na mësojnë çika për të si bëjnë këto klipe dhe për të shortsa. Po, na ndihmoni që na ndihmoni çika. Nëse vlerësoni podcastin, domethënë na ndihmoni që të rritemi. Ekspertë mjeshtra. Sigur pak fare. Të paktën të shkojmë në veshin e dur. Nuk duam të mbetemi underground, por të paktën të jemi në veshat e dura. Nuk duam të ketë një njerëz që ka qef dhe që duhet ta dëgjoj, po se ka dëgjuar dot këtë podcast, e kupton? Të bëhemi si një fe
Që duhet të ndajmë fjalën e Zotit. Ke vesh që s'ka pas Francesco Radi. Te veshi, jo Francesco një vesh ka pas. Një veshka. Një veshkë ka pasur. Ik tash e prove. Mirë, pra ikim. Hajde, mirupafshim. Kalofshi mirë. Ciao, ciao.